Me emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Tema e sotme është qëllimi dhe urtësitë e agjerimit. Me ne mysafir është profesor doktor Bahri Hoxha, i nderuar mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, për të filluar nga pyetja e parë, cili është qëllimi thelbësor i agjerimit përtej urisë dhe etjes dhe çfarë synon ai të ndërtojë tek njeriu? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sejidina Rasulillah. Agjerimi si obligim, prej obligimeve kryesore në Islam, shtyll prej shtyllave të Islamit, sigurisht sikurse obligime tjera, po ashtu edhe ky obligim ka qëllimet e veta. Nuk ka asnjë ngarkesë nga ngarkesat që Zoti na i ka bërë, e cilat nuk arrin përmes tyre deri te qëllimet, të cilat janë shërbim të individit, familjes, shoqërisë, vendit e kështu me radhë. Qëllimi i agjerimit e ka një qëllim sublim, po ai qëllim është qëllim kryesor. I shërbejnë këtij qëllimi kryesor shumë nën qëllime tjera, shumë metoda tjera, shumë veprime të caktuara kështu me radhë. Qëllimi final i gjitha obligimeve të Zotit është arritja e devotshmërisë, edhe aplikimi i asaj devotshmërie në jetën e besimtarit. Ndërsa në Ramazan edhe në agjerim pikërisht specifikohet me ajet Kuranit. O ju që keni besu, u kam bë obligim agjerimin, ashtu sikur se atyre që ishin para ju, me qëllim që të arrini devotshmërinë. Shprehet qartë, njëjtin ajet, obligueshmëria e agjerimit, edhe qëllimi i kësaj obligueshmërie. Në rast se themi se edhe ky ajet është prej atyre ajeteve që e obligojnë agjerimin, sepse shumica dietarë mendojnë që shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kjo pjesa kush e arrin Ramazanin le të agjeroj, është specifikim më adekuat për obligueshmëri. Megjithatë, edhe në fillimet e ajeteve, o ju që keni besu, ju është bë obligim agjerimi, edhe kjo është shprehje e qartë prej ajetit se obligohemi me agjerim, me qëllim që të arrijmë devotshmëria. Devotshmëria paraqet një lloj niveli shumë të lartë i ndërtimit të raporteve mes robit edhe Zotit vet. Robi jeton jetën këtu, në këtë tokë, në këtë botë, por gjithherë është i lidhur me Zotin e vet. Agjerimi nuk e ka qëllim vetëm përjetimin e etjes edhe urisë. Kjo po ashtu është specifikuar edhe në hadithet pejgamberit alayhis salam. Thot Muhamedi alayhis salam, kush nuk e lën fjalën e keqe edhe veprimin sipas saj, veprimin e keq, Zoti nuk ka nevojë që ai të vujë nga etja dhe uria. Nga kjo del qartë se nuk është qëllim vujtja nga etja dhe uria, por kjo është një rrugë përmes së cilës arrihet deri te devotshmëria. Është shumë interesant që është fol shumë fakt për agjerimin, është fol shumë për Ramazanin, është fol shumë për obligimet e Zotit, por gjithherë obligimet e Zotit e kryesisht Ramazani synon që të arrijë atë balancin, vendosin e balancit në jetën e besimtarit, qoftë në aspektin fizik, qoftë në aspektin shpirtëror, qoftë në aspektin familjar, qoftë në aspektin material, po kryesorja gjithë është vendosja e balancit të raporteve në mes robit edhe Zotit. Që robi përmes agjerimit, aplikimit cilit bëhet nga stopimi prej ushqimit edhe pijes e raporteve, kontakteve intime me bashkëshorten, të realizohet një lloj shlirimi i shpirtit nga materia, sepse Zoti neve na ka fal përmes këtyre dy komponenteve, ose ne përbëhemi me këto dy komponente. Komponenti material, i cili gjithherë e kërkon natyrën e vet, e kërkon materialen, e që sidomos në këto kohë mund të them lirisht se nuk jem ka elon mungu, por sikur në anën e kundërt tërheq shpirti. Ai synon lartësinë, ai synon vlerat, ai synon
balancin, ai synon përjetimin e kështu me radhë, shpesh herë teprimi në aspektin material e bllokon, e pengon, e sfidon edhe aspektin shpirtëror. Pra, i nderuar profesor, Ramazani sikur po vjen në këtë muaj të bekuar, me qëllimin kryesor që nga aspekti material përmbushës gjatë tërë vitit në aspektin fizik, për të na penguar paksa që aspekti shpirtëror të fuqizohet. Ky është një ndër urtësitë. Qëllimi është fuqizimi i aspektit shpirtëror, e që ne e quajmë devotshmëria, sepse nuk ka aspekt tjetër shpirtëror që vlen të përmendet përveç se rregullimi, ndërtimi, së ndërtimi i raporteve mes robit edhe Zotit. Po sa bukur 2 javë ende para se të fillon Ramazani, pejgamberi alayhis salam thot, Zoti i shikon njerëzit, robërit e vet në natën e mesit muajit Shaban. Edhe i fal gjithë përveç ata që janë ngatrestar edhe ata që nuk besojnë. Prandaj fillon përmes këtyre 2 gjanave, aspekti i besimit, nëse dëshiron të arrish të Ramazanit, duhet të kesh për qëllim se do në aspektin e besimit do të jesh personi që duhet. Edhe në aspektin e raporteve tua me njerëzit tjerë që ndoshta do ta diskutojmë, është fillimisht duhet të kesh kujdes para se të hyj në Ramazani, në mënyrë që në rast se kërkon prej Zotit që ty ndihmon, patjetër që edhe ti duhet të jesh i gatshëm me një pozitivitet të prisësh Ramazanin, kur e pret me këtë pozitivitet, bile unë shpesh herë e përdorin, nuk ka mundësi me përfitu për Ramazanit përveç ai personi i cili e pret me pozitivitet. E rregullon shpirtin njerëzor fillimisht që ta mirëpres obligimin e Zotit, duke e ditë se s'ka obligim prej Zotit, veç se dobia e tij është e patjetërsueshme për robën. Në këtë rast Ramazani vjen që të vi që ta realizoj devotshmërinë. Devotshmëria përfshin shumë aspekte, por ne e tham që është ajo kryesorja, ndërtimi, rregullimi, mbajtja edhe shijimi e ndjesia atyre raporteve me Zotin xhaleshano. Atëherë, për të kaluar në pyetjen e radhës, pse agjerimi konsiderohet si shkollë e durimit, vetkontrollit, disiplinës? Çfarë mund të thuash për këto 3 pjesë? Fillimisht, Zoti xhaleshano nuk ka nevojë për asnjë obligim që ne të veprojmë ndaj tij. Të gjitha obligimet janë për ne. Përderisa është kësaj, ka mund të jetë Ramazani 1 ditë, ka mund të jetë 1 gjysmëdite. Megjithatë, Zoti e bëri 1 muaj ditë, 29 ose 30 ditë. Në mënyrë që personi besimtari të hyjë në një praktikë të re, përmes veprimeve të caktuara, ta mbikëqyr vetveten, të fokusohet në vetveten e tij. Kur fokusohet në veten e tij, hulumton disbalancet që i ka vetja secilit prej nesh, që gjatë 11 muajve gradualisht pa e hetu fare kemi ardhur deri te një pikë që ndoshta kur e shohim veten te Ramazani, kem vrejtje edhe mundohemi secilit punojmë me vetveten tonë, në mënyrë që të arrijmë deri tek ai pastrimi, vetkontrolli edhe ky balansi shpirtëror dhe trupor. Si tillë, në rast se kryhet ashtu siç duhet, në rast se besimi në Zotin është prezent, në rast se qëllimi i ndërtimit qëllimi i futjes në Ramazan është që në rend të parë vendosja kontrollit ndaj vetvetes, prioriteti kryesor është ky, detyrimisht do të vjen besimtari ka funi Ramazanit të shijime më të plota, tek një ndjesi më interesante. Atëherë kur edhe pritet vjen nata e Kadrit, e të paraqiten lutjet e sinqerta për robët, jo vetëm të paraqiten, por që besa për ata që i kanë shiju, edhe të shijohen edhe nuk ka shije që e te kalon shijen edhe ndjesin e mirë që e ndjen besimtari kur i lutet Zotit vet. Pra, për brenda Ramazanit kemi kohën e syfyrit, kemi kohën e iftarit. Sikur këto dyja, pastaj aspekti tjetër, largimi nga fjalët e liga, veprat e liga, sikur tentojnë që tek besimtari ta shtojnë vetë disiplinën, vetë kontrollin, në mënyrë që njeriu të jetë i suksesshëm. Sikur Ramazani po vjen me një mesazh tjetër, për të qenë i suksesshëm në jetë dhe i shpëtuar, duhet të kesh edhe vetë kontrollin e vetes sate.
Patjetër, Ramazani përmban vete orare të caktuara. Ramazani vetë stopim nuk është stopim nga të ndaluarat, është stopim nga halali. Bile jo nga çdo halal, nga çdo e lejuar, po nga stopim nga ajo që është themeli i vazhdimësisë të jetës, nga ushqimi dhe pija. Gjë që kur personi i tregon vetes, sepse shumicën e rasteve njerëzit humbin kontrollin nga pesimizmi që kanë në vete se mund të arrijnë deri te suksesi, deri tek balanci. Ramazani kthen përmes stopimit nga ushqimi, e kthen forcën tek besimtari, e kthen bindjen tek ai se do të mund të arrish. Sepse kur ti lidhesh me Zotin, edhe je i gatshëm që pa pas nevojë që të kontrolloj kërkush, ti të stopohesh nga gjërat më elementare të jetës, ushqimi dhe pija, ti çdo synim tjetër është më i lehtë se sa këto. Çdo pengesë tjetër për ty s'është pengesë. Prandaj kur s'ka dyshim se Ramazani përmes orarit që ka, përmes stopimit që e përmban, përmes riteve që i ka, ato i mundsojnë përmirësimin vetvete edhe marrjen e një vullnetit pashoq që të vazhdoj e të arrijë në sukseset radhës. Profesor i nderuar, nga kjo që thatë, domethënë Ramazani godet pesimizmin dhe i thot njeriut ti mundesh, ti ke për t'ja dalë. Në anën tjetër e shton optimizmin, shpresën. Çfarë mund të thoni tek shpresa dhe Ramazani, tek optimizmi, që në kohën tonë realisht shohim se ka nevojë njeriu sa të jetë me optimist, ka nevojë për fjalë optimiste edhe për mbështetje të tillë. Ndoshta ai shtytësi më i madh në jetë është shpresa dhe optimizmi. Çdo i dështuar dështon për mendimin tim. Dështon për shkak se nuk gjen forcë, nuk ka optimizëm, nuk ka shpresë në sukses. Ne në Ramazan i kemi lutjet, po kemi edhe veprimet caktuara. Në lutjet tona duhet ta kemi parasysh faktin, duhet jemi të bindur se ato lutje përgjigjen. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijabe." Lutni Zotin duke qenë të bindur se ju përgjigjet. Në një farformë është ndaluar të lutesh Zotit duke pas bindjen vetvete se kjo lutje do të shkon kot. Pastaj shiko sa bukur ceket kjo çështja e shpresës dhe bindjes në realizim. Në hadithet e pejgamberit alayhis salam kur thot men sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me besim të plot tek Zoti ose me besim tek Zoti si shprehje besimit ndaj Zotit, por edhe me shpresë në shpërblim. Jo të agjerojmë vetëm në besim, po edhe në shpresë të shpërblim. Për ata pejgamberi sa më thotë, ka thonë Zoti, çdo punë e të birit Ademit është për ta, ndërsa agjerimin e bën enkas për mua, nuk ka mundësi që ta bëj për dikën tjetër dhe unë shpërblej enkas për të. Pra Ramazani e shpërfaq forcën e besimtarit, sepse ndodh ndonjëherë kur para Ramazanit dikush thotë si ta bëjnë Ramazan, jam i angazhuar me punë, me obligime të ndryshme, kur je Ramazani, pikërisht ajo që thatë jo me besim, me shpresë, me forcë, hyn Ramazan dhe përfundon Ramazani, ai e ndjen veten se ja ka dalë mban dhe ka dalë suksesshëm. Ramazani edhe e ndërton forcën, por edhe e shpërfaq ato, edhe e shfaq ato. E ndërton forcën përmes këtyre elementeve që i caktuam, që i përmendëm, por e shfaq po ashtu. Shiko, ne ndoshta një namaz 2 rekatësh nga njëherë përtojmë mes natës ose ma herët ose ma vonë. Qoftë një sunet prej suneteve rawatib që janë, ndërsa në Ramazan askush nuk e diskuton çështjen e namazit 20 rekatësh. Ndoshta arsyetohemi gjatë 11 muajve edhe në aspektin social, se nuk po mund të takohemi, nuk po mund të ftojmë askan, nuk po mund të vizitojmë dikan. Në Ramazan është kjo punë është më së e ditur se duhet të shkosh diku në iftar, por edhe ta ftosh dikan për iftar, sepse edhe këtu ka shpresë, edhe këtu ka shpërblim. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush jep iftar agjëruesit me një hurm ose kush jep iftar agjëruesit e ka sevapin sa agjëruesi vet. I thanë ja Rasulullah, na nuk kemi çka ushqim që sa ta kishin mesin e sahabëve, sidomos në Medinë, një pjesë e muhaxhirëve që kishin dalë ata as xhumin nuk kishin ku ta bënin, ata flanin në xhamit pejgamberit alayhis salam, shumë prej tyre vunin edhe për rrobat e trupit. Sa që ka raste kur u dal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njëri tjetrin e kanë mbuluar me shpinat e tyre
Natyrshme ishte që ata thonin ne nuk kemi mundësi që t'i japim dikujt iftar. Megjithatë Resulullah nuk u tërhoq dhe tha e fiton sevapin kush jep me gjysmë hurme dikujt iftar. Me qëllim që të ndërlidhet edhe ky aspekti që ne sot më shumë se kurdoherë kemi nevojë që edhe aspektin social ta përforcojmë. Ramazani edhe këtu jep forcë dhe shpërfaq forcë. Në çdo drejtim shpërfaq forcë. Pra agjerimi ndikon edhe në rregullimin e zemrave dhe bashkimit e tyre. Si mund vrehet kjo? Çfarë urtësish mund të nxjerrim nga ky koncept? Çdo obligim i të madhit Zot xhaleshanuhu e ka edhe aspektin social. Aspektin social. Aplikimi i fesë nuk kërkohet prej neve të aplikojmë fenë në qiell. Ne jemi këtu në tokë dhe këtu duhet të aplikojmë. Prandaj efekti i qenit besimtar duhet shihet në bashkëveprimin mes nesh. Duhet shihet në jetën e përditshme, duhet shihet në familjen tonë, duhet shihet në rrethin tonë, me kolegët tonë në punë, në sinqeritetin tonë, në kryimin e obligimeve që për cilat jemi ngarkuar dhe jemi përgjegjës. E kështu me radhë. Prandaj edhe agjerimi në këtë rast e nxit parafrimin mes vetes, siç e përmenda çështën e iftarit, e nxit që të jemi së bashku. S'është më rëndësi me çka darkojmë, nuk është më rëndësi me çka çelim iftarin. Më rëndësi është që ai bashkë pranë vllaut. E ndërlidh po ashtu me namazin e taravive. Në namazin e taravive, namazin e taravive është sunet. Mirë po sunet që qysh prej sahabëve është kry bashkarisht. Prej Omeri radiallahu anhu kur i ka bashku musliman gjithë me një imam Ubej ibn Kabin, deri në ditë të sotme inshallah, deri në ditë gjykimit falet namazi në mënyrë përbashkët. Prandaj ti i lutesh Zotit, po pranë e ke vllau. Në të dy krahët tu e ke vëllezërit tu, familjarët tu, të cilët i kanë njëjtat telashet, njëjtat lutjet, njëjtat kërkesat tek Zoti i tyre dhe ballafaqohen me të njëjta sfida, sikurse ballafaqohen me të gjithë. Prandaj këtu është edhe ky fenomen shumë interesant që nuk lejon agjerimi, nuk lejon Zoti xhaleshanu në fen tonë ta ndërtoj një karakter, një personi i cili mund ta quajë veten besimtar, përveç se i afërt, i dashur, respektues ndaj të tjerëve dhe i kujdesshëm për nevojat e tjetrit. Thot pejgamberi selam, për Zotin nuk ka besu, për Zotin nuk ka besu, për Zotin nuk ka besu, i thonë kush ja Rasulullah, ky mjeri për ta se ky që ka shkatru, i thonë ai i cili flen barkun në gopën, ndërsa fqiu i tij nuk ka se me çka të shqehet e kështu me radhë. Këto janë aspekte cilat Ramazani na afron në çdo drejtim. Bile ju evrejni po shiqur Zoti edhe në traditën tonë, sidomos më herët, por edhe tani aspekti vizitave, aspekti social, aspekti lidhjes së raporteve familjare është shumë i theksuar, saqë ndoshta kemi njerëz në atë nivel sa gati shumicën e iftareve i ka ose ftues ose i ftuar. E mos flasim edhe për aspektin human pastaj në fund që përfshin agjerimi, aspektin e sadakatul fitrit, i cili është një lloj kushti i pranimit të gjithë agjerimit, paraqet dhënien e lëmoshe për të varfurin, në mënyrë që shpeshherë janë më stigmatizuar, shpeshherë janë më të shkelur, shpeshherë janë më të larguar sepse njerëzit me kalimin e kohës kanë arritur ta ndërtojnë një lloj teorie se njerëzit e pasur janë ata që janë të vlefshëm dhe ata që janë dopt, ata nuk janë të tillë. Përkundrazi Islami thot ju furnizoheni, Zoti u furnizon për hatër tyre. Inna turzakune bisebebi au bi fuqaraikum. Pejgamberi sa më thot ju furnizoheni hatri i të varfërve që i keni në mesin e juaj. Për ata i varfër shihet si rrugë e furnizimit. Çdo furnizim që e kemi është rrugë, prandaj automatikisht kthehemi edhe tek ta. Ramazani edhe këtë segment e mbulon, saqë shoqërinë e afron në mes vete dhe gjithë e konsiderojnë, e shohin veten dhe e përjetojnë të qenit robër ndaj Zotit xhalesha. Profesor, a ndikon agjerimi që ta lirojë njeriu nga zakonet e përditshme, që ati i bëjnë dëm? Dhe deri në çfarë niveli ka mundësi të shkojë kjo? Padyshim, përderisa Ramazani vjen me prioritetet veta. Ramazani vjen me prioritetin e leximit të Kuranit, vjen me prioritetin e adhurimit, vjen me prioritetin e lutjes, vjen me prioritetin e ftesës, përgjigjes së ftesës,
Pastaj është një orar i ri, është një rrugë e re, është një përvojë më ndryshe. Nuk ka mundësi vetë se do ta zbus varësinë e personit ndaj traditave që i kishte para Ramazanit. Në mesin e tyre, qofshin ato tradita të mira, siç transmetohet shumë dietarë edhe shpjegimin në derset e tyre ndalnin kur ishte Ramazani, sepse i kushtonin gjithë kohën ndoshta leximit të Kuranit. Për tyre kishte që lexonin Kuranin brenda 24 orëve. Një herë mos flasim, numri ishte i madh para mesin e sahabëve, tabeinëve që lexonin ato që dinin përmendsh nga Kurani për 3 ditë kështu me radhë. Por Ramazani detyrimisht krijon, përderisa ka prioritete të reja, krijon një rregullore të re, krijon një rrugë të re dhe krijon një formë të re të aplikimit të jetës, gjë që edhe kjo është pastaj një ndihmes për robën pasi dal Ramazani. Gjithherë njerëzit vujnë, një pjesë e madhe, unë kam vrejtë se njerëzit jo që nuk e dinë se diçka është jo e dobishme për ta, por shpesh herë kanë mungesë të forcës për të arritur ta aplikojnë ata. Në Ramazan Zoti e lehtëson sepse pejgamberi sa më thotë kur vjen Ramazani hapen dyert e xhenetit, mbyten dyert e xhenemit, edhe ata që pengojnë njeriu në përparim shejtanit bllokohen saqë njeriu pastaj i jepet një shans më e madhe për të realizuar ato që dëshiron, edhe për t'u larguar atyre veseve të liga që i kishte ndoshta me kalimin e atyre 11 muajve më herët. Kështu që Zoti është mëshirë, nuk ka mëshirë më të madhe për mendimin tim mesin e obligimeve, ndoshta do të ishte kështu se sa mëshira e Ramazanit, sepse e kthen njeriu në një praktikë të re, cilën praktik ndoshta njeriu nuk do ta kishte hetu veten se ka lëshu rrugën, ka është shmong nga rruga e duhur. A përcjell agjerimi mesazhin se besimtari duhet largohet nga mendimet e liga dhe fjalët e kota, veçanti debatet që nuk sillin rezultat veçantë? Padyshim, edhe në hadithin që e thash më parë, që men lem yada qawla zuri wal amala bihi, ka argument këtu. Kush nuk e lën fjalën e keqe dhe punën sipas saj, sepse starti është tek fjala e keqe. Fjala nuk vjen, nuk rrjedh pa qenë mendim, sepse ne edhe në shpjegimin islam themi fjala është mendimi paraprakisht. Para se të dalë fjala, mendimi është i keqi. Dhe nga mendimet e këqija pastaj burojnë edhe fjalët e këqija, nga fjalët e këqija pastaj pasohen fjalët e këqija edhe me veprat e këqija. Për ata, edhe në rast ngatresash, kemi raste kur aty njeriu sfidohet mas më të madhe, sepse edhe vjen hidhrime, vijnë të lashe, që njeriu s'ka mundësi ta kontrollojë veten. Megjithatë, edhe këtu kërkohet kontrolli vetes, thot pejgamberi sa kushdo që shahet gjatë agjerimit ose fyet ose cenohet në një formë, le të thotë unë jam veç rob agjerues, edhe tërhiqet nga ajo që ndoshta jashtë Ramazanit më lehtë kish me rënë në të keqe. A jep mesazh agjerimi tjetër për zemrat të ndara që i gjejnë Ramazani, po ndoshta mund të kalojë Ramazani e ato mos bashkohen mes vete. Çfarë mund thuash për ata që ndarë mes vete? Në rast se fokusohemi në hadithin që përmenda më parë, 2 javë ditë para se të vijë Ramazani. Aty përmendet bashkë me mushrikun gjithë Zoti i fal, përveç ai që është jo besimtar, edhe ai që është nga trestar. Ai i cili raportet me tjetrin nuk i ka si duhet. Ai i cili nuk don me qenë me tjetrin. Prandaj edhe këtë aspekt e përfshin Ramazanin shumë bukur. Nëse agjerimi do të drejtohej zemrës së njeriut me disa fjalë, cilat do të ishin ato? Në rast se do të ishin fjalë shkurta sipas mendimit tim, ose ndoshta sipas përjetimit tim, sepse është e pamundur të përkufizohet në pak fjalë, Ramazani do t'i thoshte njeriut, o besimtar, ti ke nevojë për mua, më mbaj kujdesun për mua, sepse do të shpëtosh në këtë botë dhe në botën tjetër. Çfarë duhet kemi parasysh lutjet tona në aspektin e përgjithshëm të Ramazanit? Është kryesisht në bazë të asaj që është transmetuar prej lutjeve, çdo lutje është e dobishme, çdo lutje pranohet. Çdo lutje tek Zoti xhaleshanu nuk kemi kufizim. Është bë traditë në atë kohë siç transmetohet për pejgamberin e selam që të lutej
Allahume innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zot ti je falës e don falën, prandaj më fal mua. Kjo falje, çka do të thotë, çka ka dallimin me gufran? E ka dallimin se edhe gufrani është falje, por thon dietarët kjo afwi është më të falë mëkati, më të përmirësu gjendja pa lënë shenja në individin dhe pa lënë shenja të mëkatit fare. Prandaj lutja është pika kryesore me cilën ne pas veprimit e bëjmë në Ramazan. Gjithherë pas veprimit, ju e vrejnë edhe në Ramazan, edhe në namaz, duat kur i kemi? I kemi pasi që të kryhen gjitha rekatet, në fund pak para selamit edhe pas selamit. Atje kemi pasi që të kryhet veprimi, është lutja Rabbana atina fid dunya hasana, mas salavatave, po, ose mas namazit fare, siç thot pejgamberi sa la tad'an dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, lutjet që vijnë pas namazit. Prandaj çdo lutje është mirëseardhur, ajo varet sipas prioriteteve të robit. Ato lutje preferohet që të mos jenë shumë materiale, mos jenë lutje që kanë të bëjnë vetëm me interesat e kësaj bote, me dëshirat edhe, por jo të kufizohemi vetëm në ato që janë të ahiretit. Lutemi për këtë botë dhe botën tjetër, sepse Zoti thotë në Kur'an Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lutet, thotë Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. O Zot, ma përmirëso fen përmes cilës mbrohem, çështja ime është e mbrojtur. Wa aslih li dunyaja allati fiha ma'ashi. O Zot, edhe ma përmirëso këtë dunjan në cilën unë kam jetën. Wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi. O Zot, ma përmirëso edhe botën tjetër për tek e cila jemi nisur dhe atje do të kalojmë. Profesor, falenderoj shumë për angazhimin, shtjellimin e kësaj teme në mënyrë të veçantë. Zoti ju shpërbleft. Kënaqësia ishte imja, Zoti ju shpërbleft. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen tuaj deri në emisionin e radhës. Paqja e Allahut qoftë mbi ju. Natën e mirë.